çfarë nënkupton ky skandal për vetë Bashkimin Evropian, si ndikon tek vendet aspirante si Shqipëria, a ka BE standarde të dyfishta? Diskutojmë në studio me zotin Zef Preçi, është ish ministër drejtues i Qendrës Shqiptare për Kërkime Ekonomike, e cila merret veçanërisht edhe me studimin me mirëqeverisjen, korrupsionin e gjithçka. Mirë se erdhe Zef. Faleminderit për ftesën. Agrona Xhimali është drejtor ekzekutiv i Institutit të Bashkive të Shqipërisë. Mirë se erdhe. Faleminderit. Gülsen Zhlima, avokat, do ta kemi pas pak në studio, ndërkohë që në lidhje online nga Boston, i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi zotin Auron Tare, studiues. Auron, mirë se erdhe në terminal. Mirëmbrëma. E nisim së bashku, si e ke parë rastin e Federica Mogherinit? Çfarë mesazhi je për BE? Ty po të pyes. Okej, më fal, ndjes. Kujtoha si drejtove të pranishme. Shiko, unë do mundohem të jem shumë shkurt dhe me raste konkrete që njerëzit të kuptojnë për ti, si thua, llafeve, fjalëve etj. Por interesante mendoj për publikun janë shembuj konkret. Unë kam parë këtë rast, nuk jam çuditur sepse është normale në burokracinë e Brukselit ka shumë raste të tilla të cilat shpesh nuk dihen apo si thua futen poshtë tavolinës, por në këtë rast sigurisht lajmi ka bërë mjaft buj sepse kemi me një personalitet shumë të rëndësishëm dhe fakti që ka qenë shumë e njohur në Shqipëri, fakti që ka qenë italiane, pjesë e Partisë Komuniste, pjesë e reformimit të Partisë Komuniste nga një parti, si thua, e punëtorëve në një parti e rrymave të tjera, etj. Dhe përfshirja e saj në Shqipëri sigurisht ka bërë lajm. Por unë do të them diçka në këtë aspekt. Ashtu si BE-ja kërkon me të drejtë përgjegjësi për fondet që janë dhënë për IPARD-in, ku Shqipëria ende nuk po mundohet të dalë nga kjo histori, ashtu dhe shqiptarët duhet të kërkojnë llogari për fondet e dhëna nga BE-ja për projekte të ndryshme në Shqipëri. Dhe unë do të mundohem të futem në temën tim, pa trashëgimit kulturor. Kur mund të them, për shembull, që në fondet që ka dhënë BE-ja për parkun kombëtar të Bylisit, 6.2 milion euro, që nga viti 2018, qofse juve nesër shkoni në Bylis, nuk shikoni asnjë pemë. Pra, qofse këto fonde do ishin përdorur për mbjellje, do të kishim një pyll të vogël. Nuk kemi asgjë. Pra, absolutisht asgjë. Në 2013-14 janë dhënë 830.000 euro për parkun e Apolonisë. Në qofse shkoni në Apoloni, dhe më shkoj shpesh me turist, banjot janë ato të kohës komunizmit. Pra nuk i shikon dot ku janë. Mos themi pastaj për fondet që janë dhënë për Kutrindin, për Finiqen etj. Pra po flas për trashëgimin kombëtar të cilin e njoh shumë mirë. Të cilat janë fonde që ndoshta 6.2 milion euro në kontekstin e sotëm nuk tingëllojnë shumë me ato që po dëgjojmë, por për trashëgimin kulturor janë jashtëzakonisht shumë. Dhe pyetja është, ku janë këto fonde? Pra, zyra e BE-s në Tiranë, a mund t'i thotë publiku shqiptar ku janë harxuar ato lekë? Dhe dyta, Ministria e Kulturës e Republikës, a mund t'i thotë publikut ku ndodhen këto fonde? Për çfarë janë harxuar? Pra, po të shikoni fondet në përgjithësi që vinë nga BE-ja, japin Shqipërisë dhe i marrin këto konsulentët e huaj. Fryen fakturat, bëhen projekte të cilat nuk kanë sens fare, dhe kur vjen puna nuk mbjellin dot një pemë. Kështu që ndoshta mund t'ju jap dhe raste të tjera, por po ja lë panelin e ftuarve. Se do të lidhemi sërish. Zojze, çfarë do të thotë ky rast për besueshmërinë e institucioneve të BE-s? Shiko, është vështirë të heqësh një paralele midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Mbasi ajo që njihet si ndarje e pushteteve në vendet demokratike dhe një superstrukturë mbishtetërore që është Bashkimi Evropian, atje funksionon, kurse në rastin ton i kemi vetëm formalisht institucionet. Për shembull, rasti i auditit të brendshëm dhe auditit të jashtëm. Në të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, dikasteret qendrore që janë titull ekzekutiv buxheti, që ekzekutojnë buxhetin e shtetit, kanë auditin e brendshëm.
Ka në një evidencë gjykumi që konfirmon si mbrojnë interesin publik ata, si garantojnë lishmërinë dhe efektivitetin e parave të taksapaguesve. Kemi auditin e jashtëm, figurë kushtetuese, kontrolli i lartë i shtetit. Pse nuk zbatohen rekomandimet e tij, sepse shumica e problematikave që merret SPAK-u sot, 80% e tyre burojnë nga raportet e auditit. Mungon vullneti politik për të respektuar këto rekomandime, sepse funksion rekomandues ka. Dhe them që nuk mund të krahasojmë BE-n me Shqipërinë, mbasi atje ka mekanizma korrigjues, siç ishte arrestimi, siç ishte ngritja e akuzës, siç ishte dorëheqja. Do thotë funksionimi i institucioneve është i rregulluar mbi baza ligjore, nëse dikush ka përcen kufijtë e ligjit. Pra mbetet korrupsioni individual, nuk mbetet në sistem për të bërë një dallimin kryesor ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë. Jo vetëm kaq, po mënyra e funksionimit, e strukturimit, e ndërtimit, e organizimit të Bashkimit Evropian është funksionale, është e provuar, është certifikuar në vite, sepse të zgjedhurit dhe të emëruarit atje japin llogari përpara taksapaguesve, votuesve, zgjedhësve. Në ndryshim nga vendi ynë që këtu janë udhëheqësit që zgjedhin popullin dhe nuk është populli që zgjedh dhe kërkon llogari. Gulsen Zhlima, avokati na është bashkuar në studio. Mirë se erdhe. Ta anonçova ndërsa prisnim që të vije. Çfarë tregon ky rast i Mogherinit për BE në vetvete? Jo, unë do ta lidh me Shqipërinë fillimisht, që ne si shqiptarë duhet të kuptojmë që korrupsioni është kudo, po duhet të kuptojmë disa gjëra nga korrupsioni i tyre në rast se ka ndodhur në fakt, që do të thotë masa shtrënguese ndaj një komisionere ishte detyrim paraqitje dhe jo arrest në burg. Pra, nuk kishim masën ekstreme ashtu siç bëjmë ne statistik për të treguar që shiko se si ne do të ruajmë që mos bëhet korrupsioni dhe mos bëhet smundje në Bruksel ose në Tiranë, sepse ne aspirojmë për të vajtur në Bashkimin Evropian. Rasti i dytë, i cili është përsëri për ne është do të thosha një sinjal që duhet edhe prokuroria e posaçme të shikoj lidhjet midis politikanëve shqiptar dhe komisionerët është lidhje institucionale apo në fund fare përfundon si një lidhje korruptive. Sepse mos harrojmë faktin, ajo zonja këtu në Shqipëri ishte po ishte dekane e Kolegjit Evropian dhe qarkullonte midis nesh nëpër Tiranë. Pra, lidhjet e saj të kishte në Shqipëri. Në rast se SPAK-u ka vullnet për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin ashtu siç thot, pa pasur parasysh çfarë rrezikshmërie mund të ketë përballë tij, duhet të hetoj menjëherë zonjën në fjalë në Shqipëri, çfarë veprimesh ka bërë në kohën kur ka qenë në Shqipëri dhe çfarë ka qenë në shërbim të Bashkimit Evropian apo të interesave të caktuara.